tigër me demokratët edhe mace me qeverin. Që është ky leadership që kërkon të përjashtojë antarësinë? Cilën antarësi? Ata që kanë sakrifikuar për 13 vite me radhë gjithçka? Antarësia përjashton leadershipin me votë. Jo e kundërta, leadershipi të përjashtoj qeverin. Dhe ndërkohë që kërkojmë të largojmë Edi Ramën, leadershipi Partisë Demokratike bën sikur sillet si tigër me demokratët dhe ndërkohë pas çdo parëzgjedhjeve bën miau 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 përballë qeverisë. Ç'është kjo miau miau? Demokratët janë të fortë për tu përballur. Demokratët rrinë në këmbë për tu përballur. Nuk ka forcë që e ndalon bashkimin e demokratëve në çdo cep të Shqipërisë, nëse frymëzohen, nëse ju jepet mundësi, nëse vendoset në themel meritokracia. Sepse nuk ka edhe mendjet e smura e din që Edi Rama nuk mundet duke përjashtuar demokratët, por duke krijuar garë, duke krijuar vot, duke krijuar mundësit për të ecur nëpërmjet meritës. Këto duhet prevalojnë në partinë tonë. Se siç me të drejtë thoshte Schopenhauer, ai miq që ka humbur çdo shpresë, ai nuk ka asnjë frikë. Dhe në Shqipëri demokratët nuk kanë frikë, nuk kanë çfartumin. Do të bëhemi të gjithë bashkë, do të ecim përpara dhe do ta bëjmë Partinë Demokratike forcë fituese në këtë vend.